Surja El Insan, Medinase, 31 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Vallë, a nuk ka kaluar një periudhë kohore kur njeriu nuk ka qenë qenie e denjë për t'u përmendur? Në të vërtet, ne e krijuam njeriun nga një pikë fare e përzier për ta sprovuar dhe e bëm që të dëgjojë dhe të shohë. Natyrisht që ne i treguam atij rrugën e drejtë, që ai të jetë ose mirënjohës ose mos mirënjohës. Padyshim, ne kemi përgatitur për jo besimtarët zinxhir, pranga dhe zjarr flakërues. Sigurisht të ndershmit besimtar do të pinë në xhenet kupa me pije të përzier me kafur, nga burimi që vetëm robët e Allahut pinë dhe të cilin mund ta çojnë nga të duan. Ata e zbatojnë premtimin dhe i friksohen ditës së Kiametit, të merri i secilës përhapet gjithkund. Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët të robë, edhe pse vetë janë nevojtar, duke thënë: ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit, për këtë nuk duam shpërblim e as falënderim. Ne i frikësohemi Zotit ton në një ditë të ashpër që do t'i bëj fytyra të jenë të vrejtura. Por Allahu do t'i ruaj ata nga tmerret e asaj dite e do t'u jap shkëlqim dhe gëzim, dhe për durimin e tyre ai do t'i shpërblej me xhenet dhe petka të mëndafshta. Të mbështetur në divane, ata nuk do të kenë as vap dhe as të ftohtë. Hija e pemëve të tij, xhenetit, është afër mbi kokat e tyre, ndërsa frutat e tyre do t'i kenë afër sa t'i arrin me dorë. Aty do t'u shërbehet me entë argjendta dhe kupa kristali, kupa të tejdukshme argjendi, madhësinë e të cilave do t'a zgjedhin sipas dëshirës. Aty do të pinë gota me pije të përzier me xhenxhefil, prej një burimi të quajtur selsebil. Atyre do t'u shërbejnë djem për herë të rinj që kur i shikon, të duken si margaritar të shpërndar. Nga do që të hedhësh syt, do të shohësh lumni dhe një mbretëri të madhe. Ata do të jenë të veshur me petka të holla mëndafshi të gjelbër dhe me armaç mëndafshi të trash, të stolisur me byzylyk të argjend. Zoti i tyre do t'u jap të pinë pije të pastër. Ky do të jetë me të vërtet shpërblimi juaj. Përpjekjet tuaja do të jenë të pranuara. Në të vërtet, ne ta kemi shpallur Kuranin ty, hap pas hapi. Prandaj, ki durim për vendimin e Zotit tënd e mos dëgjo asnjë gjunahqar apo jo besimtar prej tyre. Përmende emrin e Zotit tënd në mëngjes dhe në mbrëmje. Në një pjesë të natës bëj sejdë atij dhe natën falju gjatë atij. Vërtet që jo besimtarët e duan jetën e këtushme dhe nuk e përfillin një ditë të vështirë që do t'u vijë. Ne i krijuam ata dhe u aforcuam strukturën, por nëse duam, i ndërrojmë plotësisht me të tjerë si ata. Në të vërtet, kjo është këshill. Prandaj, kush të dojë, le të ndjek rrugën që e shpije te Zoti i tij. Por ju,
nuk mund të dëshironi, përveç se me vullnetin e Allahut. Ai është vërtet i gjithdijshëm e i urtë. Ai pranon në mëshirën e vet këtë dojë, ndërsa për keqbërësit ka përgatitur një dënim të dhëmshëm.